Po luhet kampionati i futbollit për kategorinë master mbi 40 vjeçse në Shkodër, njërisi për herë të parë zhvillohet në Shkodër dhe në Shqipëri. Në këtë momente po ballafaqohen drejtoria e tatimeve me Spitalin Rajonal Shkodër. Kryeson ekipi i Spitalit me trajner Senat Hallunin që është në këtë moment në intervistë. Drejtori i Spitalit dhe trajneri i ekipit të këtij institucioni. Po patjetër, ne kemi kohë që losim me ekipin e Spitalit, angazhohemi një pjesë për kohën e lirë dhe i komplimentoj organizatorët, sepse edhe mosha jonë ka nevojë për aktivitete të tilla, të cilat kanë dy mesazhe. Mesazhi i parë është ne si institucione kemi lodhje nga ana psikologjike, mendore, fizike, dhe nga ana tjetër është edhe socializimi që bëjmë njëri me tjetrin. Ne këtu takojmë edhe gazetarë, takojmë edhe ikona që kemi pas dikur, futbollistë dhe vllaznisë, takojmë edhe kolegë të institucioneve tjera dhe oportunitet për të socializuar njëri me tjetrin. Shikojmë që në fushën e lojës janë edhe kolegë tuaj, një ndër to edhe Shpëtim Memeri, një nga mjekët e njohur, por edhe njohës i mirë i futbollit, por edhe një portier i mirë, po na duket ndoj. Shpëtim Memeri është jo vetëm mjek i mirë, por është edhe një lojtar i kudo ndodhur, është gjoli, ndër portier, mesfushor, sulmues dhe analist shumë i mirë. Çfarë do të thotë që një mjek të luajë edhe futboll, një mjek i mirë dhe një futbollist i mirë? Siç po jeni edhe ju, ndërkohë jeni trajner në këto momente, por jeni edhe në fushën e lojës. Po. Pjesa aktiviteti fizik dhe pjesa e hobeve ku hin edhe futbolli, sidomos në Shkodër, është një nga elementet që na ka karakterizuar ne shkodranëve. Shpresoj që ky kampionat i napin energji pozitive qytetit, sepse dëgjohet gjithandej për këtë kampionat dhe shpresoj që të promovojmë jetën e shnetshme dhe jetën sportive. Sa po është mbyllur pjesa e parë, ekipi i Spitalit Spitali Rajonal Shkodër është në avantazh. Jeni me pretendime për të fituar trofet në trofeun e këtij sezoni? Ne jemi me pretendimet, mi marr neshët 1-1 dhe kemi respektin maksimal për tanë kundërshtar. Me thatë që nesër në takimet e dyta do të jeni në fushën e lojës, apo jo? Po, patjetër. Patjetër. Jeni mirë nga ana fizike? Po marrim veti nga ana fizike dhe pastaj sa më përballu ngarkesën e lojës. Doktor, faleminderit. Ishim me Senat Hallunin, drejtorin e Spitalit Rajonal Shkodër, por edhe trajnerin e ekipit të futbollit të këtij institucioni, i cili do të jetë fushë nesër. Respekte. Faleminderit.